u armiqësua keq me partinë, në fillim për mendime, pastaj, si me thënë, partia ra në gjërat më të vogla, me donte të hakmeresh, donte të ditë e vetja, edhe kështu që na vuri poshtë, na binte bam, deri sa u arritëm që dhe mbas 90-s, të mos na mbetesh mundësi që të thonim një fjalë, kupton? Sot në Fokus do të jap intervistën me një 93 vjeçar, Peço Kagjini, një idealist shqiptar, i cili ka marrë pjesë në grupet e para komuniste që në Shkodër, i mbetur jetim në moshën 10 vjeçare, i jati ti drejtori postë telegrafës në Sarandë, ka shkuar në gjimnazin e Gjirokastrës, konvikt në Gjirokastrës, gjimnazin e Shkodrës, është bërë pjesëmarrës i lëvizjes komuniste, pastaj për 35 vjet rresht ka ndjerë mbi shpatllot e tij dhe të familjes së tij pikërisht persekutimin, burgun dhe internimet e gjata. Peço Kagjini ka qenë kundërshtar në konferencën e Partisë Tiranës në vitin 1956 dhe që aty fillon lufta ndaj tij. Është një personalitet i cili ka qenë kryetari i Komitetit Ekzekutiv Tiranës në moshë shumë të re, përfaqësuesi i Shqipërisë në Jugosllavi nga 47-ën në 49-ën, i dërguar në Janin nga shqiptarët pikërisht për të biseduar për një marrëveshje për çamët të cilët ndodheshin përtej kufirit, dhe pastaj arrestohet dhe në Biruz është hetuar edhe nga Kadria Zbiu për faktin se ai ka qenë kundër qëndrimit të Partisë Komuniste Shqiptare në takimin e Bukureshtit, pra mbase mund të ketë qenë i vetmi që ka mbështetur frymën e re liberale të Krushchevit. Edhe pse në moshë të madhe, ai mban mend me detaje gjithë jetën e tij dhe disa nga pikat kulminante të vetat ai ka shkruar dhe në libra të shumt. Sot vjen në Fokus pikërisht për të shprehur ato që ai ka kaluar. Sot është në Shtetas Amerikan, nga Shqipëria, mori detyrimisht largimin mbas viteve 90, se siç e thot ai vet, ajo parti e goditi aq ashpër sa që edhe mbas viteve 90 askush të mos dëgjonte të merrej me këtë shtresë. Dëgjoni rrëfimin e Peço Kagjini. Shkollat e kohës së Zogut kishin një gjithë profesorët që me kohën që shumë të avancuar. Gjimnazet që të fortë. Kishin ardhur nga Franca, nga Italia, nga do, kishte edhe fashist, po kishte edhe njerëz përparimtar. Nuk qenë komunist, nuk qenë komunist. Në Shkodër. Jo, në Gjirokastër vjen Xhafer Vokshi. Xhafer Vokshi që i vllai i Asim Vokshi që qenë në Spanjë. Unë isha atëre 14 vjeç, 13-14 vjeç. Ai na futi në simpatinë, kam qenë një lexues i rregullt njëri gazetës Bota Jon. Edhe gazeta revistës Bota Jon, edhe ca revista të tjera, jo Arabëria, jo ç'kan ato. Isha një lexues i mirë. Në konvikt kam qenë gjithnjë aktiv, por fëmijë akoma. Kur vetë këtu me Xhafer Vokshin, ai na futi në veprimtarinë ilegale. Jera aty e shkruam si e shkruam, erdhi Italia, mua më doli bursa për në Shkodër, edhe vajta në gjimnazin e Shkodrës. Aty gjimnazi i Shkodrës se që grupi Shkodrës, qenë disa djemë të mrekullueshëm nga Malësia e Veriut, nga Kosova, për të cilët unë ruaj respekt edhe dashuri. Ata u bënë, si me thënë, udhërëfyes për neve. Kështu që
mbarova në Shkodër, më përjashtuan, u aktivizova shumë, më çudi e madhe që një gjë, me që isha pa baba, nëna e shretë, s'ma prishe kollaj me gjithë që ke shumë e reptë, edhe unë u futa në këto lëvizjet revolucionare duke menduar se bota duhet të ndryshoj. Ishte në modë në botë, nuk që... Duhet të ndryshoj bota. Antifashizmi ishte... Se si të ndryshoj është një tjetër pasaj. Edhe, më falë se i mblet me zorë qik mendimet. Basi, aty më përjashojnë nga konvikti. Mirë po u bë greve përgjithshme në konvikt, edhe na kthyen të gjithë neve që u përjashtuam. Vamë në gjimnazin e Tiranës. Bëra aty 4 vjetë, edhe vamë e kam mira po gabim. Në Shkodër ke ardhur në Tiranë, 30 minutë ishte në Shkodër. Vajta në gjimnazin e Tiranës, edhe aty në gjimnazin e Tiranës aktivitetin që më i filloi edhe partia televiziste, edhe në konvikt ne keshëm një organizat të mirë, me të ri, të vegjit, kupton, po... Ramizalia, ka qenë gjimnaz Tiranës? Jo, ka qenë gjimnaz, po ka qenë i jashtëm. Ramizalia është një vit mi vogël se unë. Da t'ina 24? Unë jam 24, së Raviz ishi 25. Islam Leshi? Islam Leshi, tani dhe jo, këto emra për mua tani janë ty më fare. Ty më shbër dhe jeta ime, jo miqve dhe shokve të miku. Kështu që... Mua do të më intereson dhe bas luftës, keni shkuar për konferencën e Tiranës 56. Çfarë ndodhi te konferenca e 56? Para se të veni në konferencën e Tiranës. Në Tiranë, unë marrë pjesë në demonstratën ku Gjoja Enver Hoxha e udhëhoqi. Tani dalemi ka Gjoja, sepse është thënë sikur ai e ka udhëhequr. Pse është Gjoja? Jo, ai ka qenë, po tash ishte dhe muror. U bë, si me thënë, aq e madhe, sa edhe sikur të mos ketë qenë aq i madh, e bëm neve të madh, kupton? Kjo është logjike e thjeshtë, kupton? Kështu që në Tiranë mua më përjashtojnë fare nga shkolla, më përjashtojnë, më presin bursën, më dërgojnë tek nëna në fshat. Kështu që unë u bëra revolucionar, si me thënë... Me të dërim? Jo, vinja me qef të matë. Ore, mosha i rinisë. Unë atere, me atë kohë, nuk e ndroj me asnjë tjetër. Me asnjë tjetër. Pse? Se çdo veprim që bënja dhe çdo gjë që bënja, më duke sikur që e shenjtë, jo e mirë, po e shenjtë. Mbeti Liri Belishova, mbeti Mehmet Çeu, që këta qenë ekstremistë. Unë kur kam takuar për herë të parë Mehmet Çeu, me thënë të drejtën më kam mbetur në pasqyrë në kokën time. Erdhi në Sheper, ishim burrat e fshatit aty, erdhi ky nga Vlora, me një pak partizan, edhe i pak ta sheperiotët sa me Borsalino, sa të veshur me robat mira. More juve, tha, qini këtu, tha, qarë bëni, tha? I thanë ata, ne jemi me partini, thanë. Po që me partini, tha, e i rimëre, i krikë shikonin me pak fjallë, sikur të qe, sikur ne të jeshëm ata që do t'i bëni mismet luftës që bëhesh për Mehmetin, lufta bëhesh dhe për ne. Tani, më 24, kur u qirua Gjirokastra në muajt e parë, kur ikën Gjermanë? Ikën Gjermanë,
Unë isha kryetari i Komitetit Ekzekutiv të Gjirokastës dhe sekretar politik i qarkorit Gjirokastës. Bile isha 20 vjeç, kur ka ardhur një ekip anglis vizitë në Komitetin Ekzekutiv të Tiranës, ishim një 3-4 shok aty në zyrë, Nebahet Bakiri, që një nga ato gratë, Rifan Çoçoli një tjetër, që Nonda Papuli një tjetër, Lefter Konomi, edhe erdhën atje në zyrë dhe pesën të gjenin kush takonin kryetari. Ju thotë, unë zvinja anglisht. Lefteri kishe bërë shkollën e Fuci. Dhe i thotë kryetari isha i që kënë kratë. Ky është kryetari, tha? Po, unë jam kryetari. Në partia jemi të ri, thash, mos e vërre, po neve në ka ngarkuar partia dhe me besnikërinë dhe me vendosmërinë që kemi, jam i bindur që do ta bëjmë punën ashtu siç duhet. Vetëm të kënaqur, si do qoftë. Kam një libër të tërë, Shërimi i Gjirokastës. Shkruar. Aty do të shikosh si është ai libër, ka një vlerë të veçantë. Cila është vlera? Se sa e poshtë kishte qenë gjendja në kohën para 44-s. Mizeri. Unë kam mbajtur raportin e parë për para Këshillit Nacional Shqiptar të Qarkut, ka qenë një kapu ai deleguar. Edhe qenë 400 delegat në mbledhje. Që zgjodhen Këshillin atë, Komitetin Ekzekutiv. Mbas andaj, mbasi aty është ngritur, i kam shuar si është krijuar sigurimi i shtetit, si është krijuar Komiteti Ekzekutiv, si punonte ushtria, si punonin gjitha, të tëra, janë mund të jenë 200 ca faqe, kupton. Pasandaj unë kam edhe të shkruar pasandaj jo vamën në Berat, që u qirua Berati, aty që... Largohen Gjermanët. I hikën Gjermanët. Gjermanët, kur vamë neve qenë Gjermanët. Gjermanët qenë. Lëvizin aty, pandaj dhe Gjinë Marku. Gjinë Marku. Nëse ka një gjë, largimi Gjermanëve dhe shlirimi, janë dy gjërat... Nuk janë barabar. Nuk janë barabar. Shlirimi i Shqipërisë është në 44, kur kapitulloi... Ata kapitulluan? Jo, ata kishin kapitulluar, po. Në 44. Edhe tani... Tani bas 24-ës. Bas 24-ës, kur komunistët morën pushtetin. Bën krime ndaj popullit? Çfarë thëmë? Vrasje, arrestime, nacionalistë, njerëz në shkollë. Vranë pak apo vranë shumë se... Me thënë të drejtën, të gjykosh një 20 vjeçar, një kryetar komiteti, një sekretar politik partie 20 vjeç, një që formoi sigurimin e shtetit në Gjirokastër, erdhi nga Koçizozja që të formoi sigurimin e shtetit, që formoi komiteti atë komandën e Qarkut e të tjera, nuk që e let, por një gjë duhet kesh, njerëzit neve të i donit, edhe nuk kemi qenë kur me zëmër që t'ju bënim keq. Unë kam në librin tim, për shembull kur është bërë gjyqi
Gjyq përfundoi dhe vetë Bedri Spahiu, pastaj gjyqi. Jo, këtu kemi të bëjmë me ballisët. Në këtë kohë, ballisët, një pjesë ikën nga Indirokasa. Do në Shkodër u largua. Shkodër, në Berate, më të thash. Aty betën njerëzit më hallexhin, kupton. Edhe ne vetë i trajtonim jo keq. Nuk keshëm, si me thënë, parime që të merrim hak. Në atë kohë nuk njihe shaku. Po ama një gjë, që për shembull neve na vinte keq kur ata i binin të lidhur ata që i zinin në Shkodër ande na vinte keq. Por ama një gjë është që atyre kur nuk ju është bërë një veprim që ta fyeni në atë kohë. A ka luftuar Enver Hoxha? Ka gjeni e thot qartë që as Enver Hoxha, as Bedri Spahiu e shumë lidera të mëdhenj të tjerë nuk kanë luftuar. Madje ai shpreh se Mehmet Shehu dhe Fikret kanë qenë njerëz sektar. Ka luftuar. Ai se thonë shumë nga udhëheqësit, Koçi Zozja ka luftuar. Shumë jam se edhe një tjetër. Tjetër, kush nuk ka qenë atë? Ka luftuar për shumë Bedri Spahiu, Mehmet Shehu. Bedri Spahiu nuk ka vajtur në luftë direkt. Shiko, në atë kohë që unë isha sekretar politik dhe kryetar i komitetit, as unë s'kam vajtur në luftë në atë kohë, kupton, siç vinte ai partizani ose një tjetër. Vinte edhe me momentua që në Labëri, edhe ai në rast po të kombinonte që nuk që këshu që i llogarisnim njerëzit që vrarë tja s'ka varur, që luftuar tja po s'ka luftuar. Jo. Atere i shmonim, e kishën vënë për shembull njeri që e mberi sekretari politike i partisë udhëheqës, që i respektuar, i dashur, nuk kishe njeri rezerva. Kur filluar rezerva? Kur dilnin problemet? 48. Se probleme atere nuk kishe dhe shumë. Mua për shembull vajta në Berat, më thret Koçi Zozi dhe më dërgon me mision në Greqi. Se Çamrit i kishe vënë zerva përpara. Edhe unë vete atje, edhe bëj marrëveshje me Eamin dhe Elasin, takoj me krerët kryesor të tyre, me Aris dhe Luqotis, me të tjerë, edhe i bindim që këta njerëz kënë persekutuar pa të drejtë, se erdhën në Shqipëri ata, u futën në Shqipëri, erdhën dhe na bërë probleme. Edhe mbas ajo që si me thënë një tragedi, unë kam bërë një ese politike, ja kam bërë emrin. Tragedia Çame brenda tragedisë greke. Se e vërteta është që neve të ram dakord me grekët që të Çamri të kthehesh në Shqipëri. Të gjithë. Të merrni tokat e tyre, të merrni pronat e tyre, edhe që edhe një batalion Çam me partizanë, ta lëshonin atë që të vinte në qytetet e fshatat e Çamërisë të ndihmonte në ngritjen e pushtetit aty, mirë po Skobi zbriti me ushtrinë e tij, edhe i vuri përpara, na vuri dhe ne të gjithëve përpara. Kështu është. Edhe Çamrit mbetën andea. Unë kam pasë dobësi për Çamri se jam rritur me ta në konviktin e Saranës. Keni shkruar një libër për konferencën e Tiranës. Duhet ndalim të konferenca 56. Çfarë ndodhi në 56 në konferencën e Tiranës? Në 56? Konferenca e Tiranës. Konferenca. Kjo nuk është thjesht një ndërtesë. Kjo nuk është thjesht arkitekturë. Kjo është një ide filluar 20 vjet më parë.
Qyteti zhvillohet me ritëm. Zhvillimi ka nevojë për edukim dhe kërkim cilësor. Tashmë kemi konsoliduar një platformë universitare në artet dhe shkencat e qytetit, art dhe dizajn, inxhinieri ndërtimi dhe mjedisi, arkitekturë dhe planifikim urban. Kemi zgjeruar hapësirën e ideve me projekte dhe partner ndërkombëtar. Jemi antar të rrjeteve të shkollave europiane. Ne kemi zgjedhur botën që duam të jetojmë. Universiteti Polis, hapësirë për mendimin. Konferenca e Tiranës që një ndërgjegjësim i antarëve të partisë dhe, si me thënë, një reflektim mbi jetën e popullit shqiptar, po jo në kuptimin që ta shikonim se e bënin me të keq. Nuk i akuzonim në këtë kohë, por ama shifrim që punët nuk shkonin mirë. Se Fulla Mashova u rëzua, tuk Jakova u fut në burg, a i tjetër, a i general që mori dirigegen e hengri më keq. Do më thënë me pak fjallë, fillua gjera të shkonin. Kështu që kur është ka vdekur Salini, 53 53. Më ndihmo, sigurisht. Edhe unë isha antar i Byros Tiranës edhe kryetari i komitetit. Dhe u bë një, si me thënë, u ngrit në këmbë partia, sepse kishe vdekur Stalini. Stalini për ne atëre që je madhe. Për gjithë lindjen. Për gjithë lindjen, e vetëm për ju. Jo, për ne jeshëm populli i vogël. Edhe e vërteta është që në ndihmonin. Nuk është se s'na ndihmonin. Kështu që kur vam atje që bëm atë përkujtimore dhe që ullëm në gjunjë. Gjithë Tirana. Partia jonë e shpalli zinë pa kufi. Zi kombëtare, u vdik Stalini, vdik gjithçka. Ne tashi kaq të madhe nuk e kuptonim dot. Por ama na vinte e vlerësonim, po jo në këtë. Kështu që filluam të dyshojmë kur u informuam që ndodhte në Moskë. Që kishte bërë Stalini? Kur vi Stalini, në Moskë nuk u bë asë zi. Një ditë zije. Kështu që kjo që bënim ne dhe atë që bënin rusët, që e kishin baban e tyre, sa do gomar të jeshëm, linte për shtypjen, që është kjo? U armiqësua keq me partinë, në fillim për mendime, pastaj, si me thënë, partia ra në gjërat më të vogla, me donte të hakmeresh, donte të dites e vetja, edhe kështu që na vuri poshtë, na binte bam, deri sa u arritëm që dhe mbas 90-s, të mos në mbetesh mundësi që të thonim një fjalë, kupton? Për herë të parë, të thashi që në 48-ën, në kongresin e parë u propozova për në komitet qendror, kur u propozua dhe Ramizalia nga të rritë. Kupton? Mirë po, kjo nuk ju pëqeu, rrethit tim, shokëve të mi, për shembull Vito Kapua që e sekretare organizative, që e shokë e Jusniut. Bedriu vetë nuk e kishe shumë me qe për Shokagjinin, se qe nga fshatarët, nuk qe qytetarët. Unë, edhe Koçi Zozja më ka vlerësuar, por edhe partia më vlerësonte. Nuk dinin ata tashi se qishe teke bënin shmos që të godisnin elementin e ri. Dhe që dodi, kur
kur u ngrit një djalë nga legata dhe diskutoi, ai tha që shiko, janë bërë gabime të mëdha dhe Informbyroja i ka goditur sepse janë bërë privilegje, janë bërë kështu, qenë ato, si me thënë, trajtimet ekonomike, trajtimet e ngritja i. U ngritë në gjmija se qenë organizatën basë në Komitetin Roraj. Thot, qësh kjo, ku e gjetë ti këtë i thot? Që pas kanë bërë kritikë për mirëqënje, më the thash. I thot aji, unë thot, kam bizeduar dhe me shokun Peço, thot, që është përgjegjësi ambasadës, edhe njëkohësisht ka qenë gjithë kohës me punë partie, edhe aji i ka kritikuar këto, dhe se në të vërtetë ne të legatës në atë kohë u shyem shumë me materialin e Informbyros për kundra Jugoslavisë. Se Informbyroja godiste Jugoslavinë, mirë po ne vetit huqjet e Jugoslavisë i keshëm bërë dhe vetë. Jeshëm të ka jo qëshja. Këtë e ka thënë dhe Peçua, i thot ajo. Si ka thënë dhe Peçua? Me njerë merë Spiro Panon dhe Fikret e Shehu, që qeri njeri sekretar politik, tjetë sekretar organizativ i Tiranës, dhe i thonë thire një Peçon aty, se aji ka kritikuar partinë tonë për trajtime ekonomike, më të thash. Më kupton? Në këtë kohë Enveri më kishe propozuar për antarë të Komitetit Qendror, më thrasin mua atje. Ata i them po, është e vërtet që unë kam pikpamje të tilla, sepse këto i ka përpunuar Informbyroja me gazetën e saj, dhe unë kam qenë lexues i rregullt si përfaqësues i Shqipërisë në Beograd. Që atëherë Enveri uftof, e kam takuar në plazh të Durrësit, me që isha personalitet, si me thanë, edhe kur vinja për pushime, vinja edhe në plazh, ku që edhe Enveri, më ka marrë, më ka qirasu dhe me kafe. Bravo Enveri! Më ka qirasu dhe me kafe, por nuk më hapi kur këtë, edhe nuk më mbështeti për në Komitetin Qendror. Se dhe si duket edhe Bedriu, edhe Hysniu, edhe ushjet tjetër ata, nuk ju interesonim, jeshëm të ri, edhe jeshëm entusiaste, jeshëm të guximshëm, ata bënin mbas edhe politik, po neve s'dinim të bënim politik me njerin e me tjetrin. Edhe kështu që aty u ftofëm. Nuk ma vajta në Beograd, nuk më oqen. Besimin e kishte Enverin të kunë, se e di sepse e kishte besimin e Enverin, sepse kur u prish me Jugoslavinë, unë isha i ngarkuar me punë në Beograd. Erdhi në Beograd, do shkonte në Varshavë, në një mbledhje. Edhe dollëm neve e pritëm atje. Aji u tërbua kur pa Jugoslavët i kishën ardhur aty, ta prisin Enverin. Më thotë mua, që janë këta? Ta shumë nuk di, unë si kam lajmëruar, ata këtë e kanë bërë vetë. S'futi gjë në gojë, gjithi natë. Kur mbaroj ajo 10 minutë që aty që ndënjëm të kapja, më thotë mua, ti hajde me mua, thotë. Edhe më thret mua, gjitem në aeroplan, në shkallët e aeroplanit. Më thotë, Peço dëgjo. Isha i vogël, more. 28 atje, 24 vjeç, politikën e madhe të... Më thotë, Peço, shiko. Jugoslavët kanë tradhtuar. I them unë.
Edhe Titua me I ligu më thotë mua. Fatke që si për kampin, I thashun. Këtë një fjali dhe. Për kampin tonë, I thash, është fatke si që të për qajet këshu. Mos u mërzit, tha, mos u mërzit, edhe mërqafos. Që aty pasaj, mua gjithë më ka konsideruar si njeri që isha me vijin e partisë. Edhe kur erdi nga Sofja, mua më mori, më vuri atje pranë vetes. Shiko Peqo se ti përfaqëson partinë, ti përfaqëson shetin, e më the thash, mirë po punë të qenë ftohur. Kishe hyrë ai krimi. Edhe në xhmia, që qenë mbledhje, dhe që u tërbua kur dëgjoj atë instruktorin që tha që këto janë mendimet edhe të shokut Peqo, I thotë Spiro Panos dhe Fikret Leshehu, të dy të udhëheqjes së Tiranës, tireni Peqon thot aty, më të rasin mua. Unë isha atere, kisha vajtur me shërbim në Tiranë. Më thotë në Spiron unë e kisha mik, shok të vjetër. Fiqireten nuk e kam dashur, me thënë të drejtën, as me Metin, as Fiqireten, si kam dashur. Fiqireten se kam dashur se kur unë isha sekretar politik I Tiranës, ajo që kur unë isha kryetar I Komitetit Ekzekutiv, ajo që sekretare politike, ma prurin majtë undës, donë të diktaturë personale. E unë nuk e dëgjonja, të lutemi thoshnja, kjo punë është Komitetit Ekzekutiv, le mua të bëj punën time, ti bën punën tënde. Ajo këto nuk I pranon të kur, do qenje egoiste të mërshme. Edhe që thuaj ti, kështu që të Fiqiretja e kesha, Nuk hyrën kompetencë gjendë. kështu që mua, që prasa kohë, kjo që të pusë në kokë, por I bërë me lezet, se Enveri kisha një gjë. Enveri godiste në forma të ndryshme. Godiste kur zdonde ta dërmonte, ja lezetonte në qikë. Kur donde ta dërmonte, I fuste helmin gjë në fund, kupton. Që mjeshtë në këtë drejtim, që mjeshtë. Edhe kështu që... Kur erdhi Helmi të këty atëre? Helmin, kur mendoj që Helmi ndaj Peqos? Kur filloj Helmi tamam? Helmi? Ja këtu filloj Helmi. Pasandaje, erdha në Tiranë, që Tuk Jakova sekretar, ai më donte shumë, se kisha pasur dhe ambasador, edhe kisha shumë dashuri me të. Ai më mbronte. Mirë po mua më që hapur defteri, edhe më hoqen, më lanë sa kohë aty në Beograd një 2-3 muaj, pasandaj më qua në bashkimet profesionale, me kulturën, pasandaj prap tu ku bëj sebeb, më tha që të veç kryetar komitetin në Tiranë. Mirë, thëshëm, unë nuk kisha ndonjë gjë, s'kisha ndonjë gjë që të kisha inat as me partinë, as me njerin, as me tjetrin. Edhe vajta atëherë dhe për ca kohë. Pasandaj më quan zëvendës ministër, më saktuan zëvendës ministër të jashtëm, të tregësisë jashtme. Me marifet më hoqën nga ajo. Më vuan zëvendës ministër tregtisë brendshme, ku që Kiçon Gjela. Pasandaj, kur u bashkuan këto ministrit e mëdha, ishte kapua, më mori mua. Edhe më bëri drejtor të kuadrit, pasandaj më bëri zëvendës ministër të bujqësisë. Pas kësaj, ndodhi konferenca e Tiranës. Në këtë kohë, unë isha plotësisht I ngarkuar me bindjet se nuk shkonin punë ashtu si shkenë.
nuk kisha besimin më që këta e kishin me Allah i Lezan, si që a kisha unë. Unë a kisha me Allah i Lezan. Ata pasaj, në konferencë, mua më lidhen me dirigegen, me Dalin Dreun, më pyetën e më stërpyetën, kërkonin të gjenin se unë isha njeri u i tyre, këpëton. Unë nuk isha, unë i dirigegen e njifnja prej kohësh dhe kisha respekt dhe për atë, me gjithë që ajo që ekstremiste vetë. Daliu që zotëni burë, njeri i mirë shumë. Edhe këshu që filloj ajo pyet Isniu, pyet aji që thonë Bas kësaj që ndodhi me këtë? Të hoqin bas konferencës Tiranës, që ndodhi? Bas konferencës? Në konferencën e Tiranës, mua më hoqin, më thiri Isniu disa ere, Pirokombi, më të thashe tjerë, kërkonin nga unë, edhe autokritik, po kërkonin nga unë, edhe të pranonja gabimet, edhe që isha nuk të regojnja të vërtetën, pra këta dirigegen e më të thashe. Kështu që më trajtuan me dyshim, si me thënë. Kur erdi puna, që konferencë pati arrestime? Pati arrestime në konferencë? Jo, nuk jam arrestuar në konferencë. Deri në fund të vitit të 56, kam qenë zëvendësministri e bujqësisë. Edhe kur kam vajtur të Manush Miftiu, që që zëvendësministri i bujqësisë, jeshëm të dy kolegë, i lashë në të mirën, jo, që ministri i bujqësisë, se kishe ikur Isniu, kishe vajtë në konferencë, më dha dorën, shiko, tha Peqo, ki mëndjen se të tapësosh që dirigega. I thash, më fali, thash, unë erdha të lëlam të mirën, s'kam punë as me dirigegen, as me tyja, i thash. Partia vendosi të më transferoj në një punë tjetër, sepse kanë dalë probleme në konferencën e Tiranës, e kërkonin nga unë që të bënja autokritik unë. Përse për kota zjë, s'kisha e bërë ndonjë, unë bëra vetëm një ndërhyrje. Edhe ajo që e para, sa filloi konferenca, kur Beqir Balluku punoi ato, i them Beqir Ballukut, i ngrihem nga vëndi. I them, me lej, shoku Beqir, këto përgjigje që jep ti, thash, janë të tuat apo janë të komitetit qendror? Pse, tha? Se s'më duken në Terezit, i s'pranona as një faj, as një gabimi, thash. Ashtu, tha, po ti, nga ty s'presë unë gjithjetë. Që aty më vunë bam, desa, më transferua në Durrës, në kryetar të komitetit, më lanja 7-8 muaj atje, më dërgua në Elbasan, më duket. Pastaj? Në Gjirokastra në Elbasan, jo në Elbasan, më duket. Aty në Elbasan më dërgojnë rektor në një ndërmarrje që merresh me plerat, lidhja plerat. Protestova unë nuk e kuptonja kur që kisha arritur të më hidhte partia kaq poshtë. Edhe gjithë një protestoja, janë qëndrimet pa drejta. Më në fund, që më përjashtojnë nga partia, duke më akuzuar si njeri që është kundra partisë, kundra BIS, edhe më internojnë në Zvërnes të Vlorës.
Sa vjetë dhe një? Atje ndonja 1 vit. Pastaj? Pastaj? Mbas 1 viti në Zvënec, më qoj në kisha shok të ngusht a Irka Daren. Zot një burë. Shok të ngusht, familjar bile. Të dyna, jeshëm të dy në Zvënec. Kishe dhe të tjerë. Po do më dishqicën e kam pasur mik të ngusht e tjerë. Edhe aty, në Zvënec, na dënojnë neve. Mua. Të arrestuan që si ndodhë? Për gjyq? Më futën në burg. Me akuzën që ke vëmëtaria armisore. Kalova atë, si me thënë... Në përmën dhe Kadria Zbiu. Kadria Zbiu ka hapër të gjime? Ka ardhur Kadria Zbiu. Kadria Zbiu që e ministri brendshëm. Kadria Zbiu, si njeri, nuk e di që kishin në bark ata njerëz. Nuk e di. Ai, kur jeshe vetëm me të, ai nuk të urrem. Po kur qe me të tjerë, ai bësh bish. Edhe në mbledhje, u dhe futën në burg aty, edhe më u kërcënuan mua i tha, shiko, ti qke, thuaj, po unë nuk jam në këto që pretendoni juve. Nuk pranoj asnjë gjë, kam bindjet e mia, po, kam qenë për konferencën e Tiranës, kam qenë për vinë e Khrushchevit, kam qenë për këto, por jo se kam bërë asnjë veprimtari që ta dëmtonte partinë. Më marrin mua pasaj, edhe më fusin në gjyq. Më fusin në gjyq, gjyqin e bën nën kryetari gjykatës lartë. Me emrat i kam në gojë, po ata kishin simpati, por unë kisha simpati se isha një prokurador të reja me shumë kuraje, entusiast. Kush ishte hetues? Hetuesin e banë vënd? Hetuesin. Hetues, kush ka qenë? Hetues qenë... Disa. Me dha në fillim Peçimandin. Peçimandi ka qenë i sigurimit të shtetit me Jugoslavët. Kur u prishin me Jugoslavët, e prunë përgjegjës, e prunë në komitetin ekzekutiv përgjegjës strehimit. Unë isha kryetar komiteti aty. A i se hetus? A i erdi aty. A i, unë, e trajtova, si me thënë, me dashamirësi. Se e njifja që djallë të riku, për se da i që më i vogël se unë. Si u sola i kur që hetus? Shumë keqë. Shumë keqë. Maskara. Edhe... Pas Peçimandit erdi një tjetër. Janë ja 2 tjerë. Sa zgjatë e hetus? Janë ja 2 emra, do t'i... Do të thuashe? Do t'i gjesh në liber, jo se do t'i them, se s'ma më ndjeq. Edhe në basi më shtu, pas Peçimandit erdhën ata tjerë, edhe më në fund më qoj në gjyq. Në gjyq më japin të zënë një avukat. Edhe unë që një kuksian që kishe qenë shok i Abedin Shehu. Në atë kohë Abedin Shehu që e goditur. Edhe unë duke qenë Abedin Shehu. Miku im, e kisha mik, e donja, e simpatizonja se që i zgjuar. Kuksianët janë të zgjuar. Sa vjetë dha gjyqtari? Sa vjetë ishe dënimi? Dënimi, sa vjetë? Ku? Gjukata, qa dënimi dha? Nuk të dëgjeni. Qarë vendimi dha, sa vjetë të dënuar? 8 vjetë. Edhe në dënimi që a shikot ashi në gjyq. Vete unë në gjyq. Edhe më akuzojnë atje. Jo ti kështu, jo armik, unë s'jam as armik as i gjëjdash. Unë jam një njeri
që kam filluar që 10 vjeç në konvikte dhe që gjithë jeta ime i është dedikuar kauzës së popullit shqiptar. Edhe nuk isha më të flisja në emër të Enver Hoxhës e të atyre. Jo. Edhe më thanë me akuzuan aty që Fiqiret e show kundra meje, Mehmeti kundra meje. Jo, dëshmitar s'do. Asnjëri s'dolli dëshmitar. Vetëm një miku im, shoku im i Zagorijës, Foni Qirkua, të cilin unë kisha mbajtur për krau se që avukate dhe donja. Ai doli në gjyq tha që bim në një karige, tha se nuk mund të qëndroj do të në këmbë. I thash se pyesin ata, i thash shiko, nga këto qytete, shumë nga ato janë edhe të mijat. Se unë kam pas mikë e shok të ngushtë dhe pa tjetër kam bizeduar me të. Por ky ka dhe nga mielli ti, i thash, bukën e kemi bërë bashkë, i thash. A i tha, peqo, bini karike, u vertë buri botës, i vetëmi që foli në gjithë. Nuk e di foli dhe në një tjetër, jo, nuk e, në një që peshonte nuk foli. Më dënojnë mua me 8 vjetë, burg, edhe më futi në një burg ku qenë ca jo Pjetra Nori, jo më the të thalë sa të persekutuar të tjerë të natyrave të ndryshme. Unë aty fillova të shkruaj kujtimet e luftës nacionale shqiptare. Aty kam filluar të shkruaj. Me mendimin. Edhe kam filluar të bëjnë sa vjesha. E me mendimin që të pakën të shkoj kohë. Kisha lexuar një, do ta gjesh në libër, do ta gjesh. Kisha lexuar që thotë Ho Chi Minh që e kaloi burgun edhe mere me kujtime, do me thënë edhe unë më pëlqente që meresha me... Sa vjetë, burg 8 vjetë bërë? Jo, unë nuk bëra tamam 8 vjetë, sepse përfitova më qua në kam bazë dënimit, më qua në kampin e atyre 2 uzinave të sulfosfatit dhe të në Laqë. Fitova disa kohë, do një 5-6 muaj fitova me punë, edhe u bën edhe sa ullje dënimish, edhe unë dolla mbas një 5-6 vjetëve të burg. Qa ndodhi pastaj? Pasi dolla nga burgu, që Azbil Lamqia që drejtori i sigurimit. Edhe kur të më nxjerrin, i them Azbiut, e kisha mik, pse kur isha sekretari i partisë në Gjirokastër, i kisha dhënë autorizime të merrte bicikleta edhe për divizionin e tij. Kisha bërë të mirë, si më thënë. E thotë Azbiu më thotë mua Azbiu, i them të vete i them, Azbiu më thotë, ecë në, jo, unë i them të vete
tek sekretari i komitetit partisë Elbasanit që me zëgjiu. Njeri u i hante, rëshfete, vajza i donde, gjitha. E vërteta është mua, kur vajta që u paraqita, më priti mirë. Që dite shumë. Se kisha personalitet e vërteta. Më tha Peqo, shiko, thamë, unë, dalë tani, tha, po të të hënën, hajde, se do të shohë unë punën tënë. Faleminderit, tha. Ngrihem dhe unë të hënën, të shtunën vjen me të shehu për gjueti. Kombinacionet poshra. Vjen për gjueti e kishe zakona, edhe mirë sërita. Edhe i thot Jashari që ka ardhur Peqo Kagjini. Peqo Kagjini, thot, jepi të rrugën, thot, që kërkon të vënd në dojnë punë, thot. Shpur mërë do t'i bëqë, lere, thot. Vi rotull 6 muaj së në vinde njeri në punë. Del vlaj Rapo Dervishit, që zëvëndës kryetari komitetit i sigurimit të Elbasanit, unë e kisha kom shi, po nuk i flisja, e vërteta është nuk i flisja, por e shifja aty, asë salutonja, asë mi salutonja. Edhe aji, si njeri i sigurimit, më pyet mua një ditë. Ore ti Peqo, thotë, qarë bënë, ku hati, thotë. Unë i thashe, në shëpin ti me haj, thashe, ka me gruaja që e mësuse, gruaja. Edhe i theme, dhe gruaja e la mësuse e Verhoxha. E la sepse ajo, kur ka qenë në teknikën e Tiranës, nxirnin traktet edhe ato, ja qonde tek aji... Dyqani. Te dyqani Florës. Jo, tek aji ministri jashtëm. E kam e të, Bario Mari. Te Bario. Kështu që aji e njifte mirë që ka qenë vajzë kurajoze dhe zonja. Aqe zonja dhe aqe kurajoze sa s'ka më, sa kur i tha Recep Kolli që kishe për grua motrën e saj, edhe unë isha internuar, a i thotë, shiko asamblej, thotë, Pequa s'ka sy për qabe, thotë. Ndaje, thotë, se të shpëtosh vajzat. Ajo i thotë, dëgjot, Pequa e ka si e ka syrin, nuk ja lë fëmijët, pa baba, nuk i lë. Kam shkrime të periudës e Beshit. I kam aty, për shumë demokraci dhe shkrime të ndryshme, loj, i kam aty. Edhe kështu që unë nuk u mora pasandaj me që i kërkova shtëpi. Should I take the menus? You want to hold on to them? Okay. Me që unë më lanë në plazh të Durrësit, në ato kabinat e plazhit. Unë ndodh një nga Elbasani, që drejtori plazhit, edhe më futi në një nga ato aty. Edhe aty ndonja unë mirë, por me gruan vetëm jesha. Si venja e vinja natën venim, para s'keshëm, vajzat ishtë nikur në 90-ën. Kështu që u detyrova pasandaj që të kërkoj të iki bashkë tek vajzat. Këta, këtë që thonë, Berisha
I dashur Robert, gjithkush edhe në kohën më të Berisha në kongresin e dytë të socialdemokratëve mbajti një fjalim përshëndetje. Shiko, unë nuk kam takuar që nga Nanua e deri tek Rama, nuk kam takuar asnjë kryeministër, as edhe një personalitet. Unë u mora me shoqatën Zagoria, u interesova për ato, edhe gjeta e farë kënaqësie me gjërat vogla. Tashi, Berisha që bën në kongresin e dytë të socialdemokratëve, zoti Robert, në kongresin e dytë socialdemokratëve mbaj një fjalim përshëndetje. E kam të shkruar unë atë, edhe gazeta e ka botuar, ku thotë që socialdemokratë të vërtet janë filani, i përshëndet këta të 6 emra janë të vdekur. Një është i gjallë, Peço Kallgjini. Nga e dinte Berisha? Edhe Berisha e dinte? Të njifte me i fjallë. Ishte ndjeni. Berisha nuk i ndonde, sa të më njifte mua, përse të më donde. E kam takuar në shtëpinë e Kishëngjelës. Dite nga se kështu filluan këta pasaj. Jo Kiçua donde të bëhesh ministër, jo i biri donde të bëhesh XY, edhe unë kisha vajtur si mik i shtëpisë. Kur në këtë kohë del Berisha, i thot Kiçua, ky është Peço Kallgjini, thot. Më dha dorën, i dhash dorën, as i tha si je, as më tha si je. Që atëre as e kam takuar. Po kam 2 raste, këtë që thashë, që 6 të vdekur një gjallë i lavdroj. Po pse u zëmërua me mua? Se unë isha kundra referendumit të tij. Nuk e pranonja referendumi e tij. Sepse referendumi që e një diktaturë e re e imponua, që do të degeneronte si degeneroi. Edhe kur i pyet, bëj një film për të persekutuarit. Pluton Vasi bën një film për të persekutuarit. Edhe mua, E ke Zagarit Plutonin. po, edhe në qendër kryesori jam emrin. Kur e pyet atë Berishën, Pluton Vasi, i thotë ati Peço Kallgjini, pse si e pli shtëpi ju? Po jo, s'ka ardhur, nuk kemi dashur, po s'kemi mundur. Maskarenje, që erdhen morën Shqipërinë, e bën legend, e bën si deshën, dhe tashqi kërkojnë të japin dhe mënd, kupton. Nuk kanë mënd as për vete, jo për t'i dhënë popullit shqipan. Edhe inshallah do t'ju atregoj vendin një ditë. Se nuk është një popull me vitalitet popullit shqiptar. Me gjithë se është me horizont të vogël, me hale shumë, me historirat të ngatruara, por në vetë vete është popull i pastër, është popull me karakter. A dini. Unë tani jam 93 vjeç. Unë flas me pathos, me shumë, nuk e di a më kuptoni drejt, por një gjë është, unë nuk kam sfitoj, unë i kam humbur të gjitha. Qërë në ditën e parë. Kjo ishte pra jeta e Peço Kallgjinit, 93 vjeçarit, i cili për 35 vite ndjeu shtypen e persekutimit, burgjeve dhe internimeve
edhe pse kishte qenë nga rinia e parë komuniste, edhe pse kishte qenë aktiv gjatë luftës dhe kuadër deri në zëvendësministër nga kryetar komiteti apo dhe përfaqësuesi i Shqipërisë në Jugosllavi.